A e dini që truri ytë nuk e din dalimin mes imagjinatës dhe realitetit. Okej, ti je këto sepse dëshiron me ndryshu ose me kriju diçka më të mirë në jetën tënde. Ti e ki një ëndër, një qëllim që po mundohesh me manifestu. Dhe në këtë video sot, unë do t'i ndoj disa këshilla që vinë nga neuroshkencëtarët për me të ndihmu ty mi arrit të gjitha ëndrat e tua. Përshëndetje njerëz të dashur dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Rina, një psikologe dhe një coach. Nëse jeni të ri këto, bëni subscribe dhe bënu pjesë e kësaj familje. Dhe nëse ende nuk jeni bo pjesë e komunitetit ton falas, do e lo linkun më poshtë, do e kemi një thirrje javore live, ku do bisedojmë për tema të ndryshme, do pim kafe bashkë. Ky komunitet është kriju për ty, me të ndihmu ty në udhëtimin tënd. Një vajzë nga komuniteti jon këtë javë na tregoi për manifestimin e saj, na tregoi që e ka manifestu një punë dhe e ka manifestu makinën e saj të re. Kështu që jemi shumë të lumtur për të dhe për atë arsye është shumë mirë që e kemi këtë komunitet, që ti ndajmë ato gjëra që i manifestojmë dhe të motivojmë njëri tjetrin. Kështu që bënu pjesë e komunitetit. Para se të fillojmë, shkruani diçka në komente që dëshironi të manifestoni këtë vit. Dhe kur të manifestoni, ktheuni prap të ky koment dhe tregona se si e keni manifestu, qysh ka ndodh, sepse mundesh me motivu edhe dikon tjetër. Neuroshkencëtarët ose neuroscientists kanë zbuluar që truri yt nuk e din dalimin mes asaj që ti imagjinon dhe asaj që është reale. Për atë arsye, vizualizimi funksionon shumë mirë. Po, kur është koha më e mirë për me vizualizu? Neuroshkencëtarët thonë që koha më e mirë është para gjumit, sepse është më e lehtë me hy këto ideja në subconsciencën tënde. Edhe atletët profesional e përdorin vizualizimin, sepse aktivizon të njëjtat zona të trurit si veprimi real. Nëse ende nuk vizualizoni, filloni të vizualizoni para gjumit. Edhe nëse nuk shfaqet shumë lehtë ose në shumë detaje vizualizimi yt, përpiquni të ndiheni ashtu siç dëshironi të ndiheni kur të manifestoni atë gjë. Edhe një koncept tjetër shumë i rëndësishëm është neuroplasticity, aftësia e trurit për të ndryshuar dhe për të krijuar lidhje të reja. Pra, çdo mendim që ti e ki, që ti e përsërit, ajo bëhet bindje. Nëse ti çdo ditë fol negativisht për veten, thon ndoshta nuk po mundem me gjetë një punë, nuk po mundem me gjetë partnerin e ëndrave, këto bëhen bindje dhe truri yt ose subconscienca jote që gjithmonë të dëgjon, fillan të krijon të njëjtën gjë që ti e beson, fillan të krijon këtë gjë sepse ti e beson që nuk është e mundur për ty. Dhe kjo bëhet rruga automatike në trurin tënd. Ti nuk sheh mundësi tjera, ti nuk i sheh ato mundësitë që ndoshta i ki për momentin në jetën tënde, sepse je e bllokuar ose i bllokuar. Por, nëse ti fillon me i thonë vetës, okay, s'ki nevojë me njëherë me thonë diçka që nuk e beson shumë, po mundesh me fillu me thonë, unë mundem, ka mundësi për mua, kur të shfaqen ato mendime negative. Truri fillon të krijon atë për ty. Isha duke e shiku një intervistë në BBC, ku një neuroshkencëtare tregonte për jetën e vet dhe tregonte se si e ka përdor ligjin e tërheqjes për me kriju realitetin e ëndrave të saj. E shpjegoi kjo shumë mirë se si lidhet manifestimi me neuroshkencën. Më pëlqej shumë kur tha që e ka kriju një vision board dhe në vision board e ka vendos një unaz dhe një shtëpi shumë të bukur dhe tha që mbas disa muaj e ka njoftu
burrin e saj në aeroplan, në avion dhe kur aja ka pa vision board të saj, ka thonë, wow, kjo shtëpi duket krejt si shtëpia ime, dhe u befasu shumë dhe ajo tha në intervistë që truri yt të orienton drejt asaj që ti dëshiron. Do që nëse ende nuk keni ndonjë vision board, ju kisha sugjeru shumë me kriju një me gjërat që ti dëshiron me kriju këtë vit. Tash do flasim pak për Reticular Activating System, RAS thuhet në anglisht. Ky është filtri i trurit tënd. Çdo mesazh që ti e merr nga bota e jashtme filtrohet nga ky sistem, nga ky RAS system. Ky sistem, the RAS, vendos çka ti sheh, çfarë ti ignoron dhe ku ti e ki fokusin tënd. Për shembull, nëse një ditë ti e blen një makinë të kuqe, ti fillon me pa makina të kuqe gjithkohë dhe je e bindur ose i bindur që ekzistojnë vetëm makina të kuqe në këtë botë, sepse shet qatë shumë. Ky është një shembull se si funksionon Reticular Activating System. Dhe nuk është sepse makinat e kuqe janë shtuar mbasi që ti e ke ble, është sepse truri yt i vren më shumë tash. E njëjta gjë ndodh edhe me gjëra tjera. Nëse ti fillon me u fokusu në mundësitë dhe i thu vetes që ka mundësi për mu, ekziston partneri ideal për mu, ekziston puna ideale për mua, ekziston shtëpia ideale, ekziston biznesi, ekziston shoqëria ime ideale. Ky filtri që ti e ki në tru do fillon ti shfaq ato gjëra në jetën tënde, sepse ti tash beson që këto gjëra janë të mundura për ty dhe më let ti i sheh në botën e jashtme. Pra, ti nuk e manifeston atë që dëshiron. Ti e manifeston atë që truri yt është i programuar të kërkon. Pra, filloni të mendoni që gjithçka është e mundur për ty. Nëse ti e njeh dikon që i ka ato gjërat që ti dëshiron mi pas, atëherë është evidencë që është e mundur edhe për ty. Pse mos t'jetë e mundur edhe për ty? Dua të flas pak edhe për psikologjinë pozitive, se besoj që është shumë e rëndësishme të dini ju këtë gjë. Martin Seligman është një psikolog që e ka formu psikologjinë pozitive, se me një kohë nuk ka ekzistu kjo deg në psikologji. Ai e ka shkruar një libër shumë të mirë që quhet Authentic Happiness. Na tregon të mendojmë për lumturinë si një shkallë. Çdo njeri ndodhet natyrisht në një vend në këtë shkallë. Disa njerëz janë natyrisht më të lumtur dhe gjithmonë janë në një shkallë më të lartë të lumturisë dhe disa njerëz janë natyrisht në një shkallë më të ulët. Pse po flas për këtë? Po flas për këtë sepse ai tregon një histori, një njeriu që ka shumë sukses të jashtëm, shumë i pasur, po asnjëherë nuk ka pas sukses në dashuri, sepse ka qenë shumë person negativ. Ky person i ka pas të gjitha gjërat që ne mendojmë që të bojnë të lumtur, parat, karrierën e mirë e të tjera, po nuk ka qenë i lumtur brenda vetes dhe nuk ka qenë i plotësuar. Për atë arsye është shumë e rëndësishme të punojmë së pari me lumturinë tonë të brendshme. Sepse kur ne mundemi me u ndi mirë në këtë moment, në këtë vend ku gjindemi ne për momentin, kur mundemi me arrit në një shkallë pak më të lartë të lumturisë, përmes meditimit ndoshta, përmes zhvillimit personal, gjithçka që manifestojmë do e përjetojmë edhe më shumë, edhe më mirë. Dhe gjithçka në botën tënde fillon me u duk më e bukur, me më shumë ngjyra, me më shumë dritë. Dhe kur ti arrin në këtë pikë, është një ndjenje shumë e mirë. Dhe atëherë mundesh me thonë që je përmbushur. Nëse dëshiron me pas një lidhje të shëndosh
duhesh të punosh njëherë në lumturinë tënde të brendshme. Nëse dëshiron me pas karrierën tënde të ëndrave, duhesh me punu njëherë me lumturinë tënde të brendshme. Kur unë kam qenë duke manifestu partnerin tim, kam qenë qaq e lumtur vetë që me të vërtet, kur u shfaq partneri im, kam qenë në një vend ku dyshojsha nëse kam nevojë për një partner sepse isha qaq e lumtur vet. Ndoshta nuk kam besu që është ai ende sepse thosha, "Okej, jam mirë, jam shumë e lumtur, s'kam nevojë për askënd." Po normal që tani e kam pa që është për mu. Po du me ju thonë që mos rrini në një energji të rezistencës. Ndihuni të lumtur tash, pa pas asgjë. Punani në lumturinë tënde të brendshme. Keni me pa që shumë më lehtë keni mi manifestu të gjitha gjërat që ju dëshironi. Okej, njerëz të dashur, shpresoj që ju ka pëlqyer kjo video. Nëse po, mos harroni të bëni like, të komentoni dhe të bëni subscribe, sepse këto video po i krijoj falas për ju dhe do isha shumë mirënjohëse nëse më tregoni nëse po ju pëlqejnë këto video. Deri herën tjetër, kalofshi shumë bukur dhe kaloni një ditë të mirë, ndihuni mirë dhe shihemi në videon tjetër. Tung, miropafshim!